Shikoj sa në momenti për të gatuar një recetë që s'na merr kohë hiç më shumë e hiç më pak se 5 minuta. Vetëm çka është koha është e marinimit që është më e gjatë, ju ftoj deri në 30 minuta ta marinoni mishin e lopës. Këtu kam afër meje një copë të mishit të lopës, të cilin do ta marinojmë me vaj ulliri, vajin më të mirë italian të Virgjer Moninin, së bashku me aceto balsamico, kemi nga Ponti balsamico, pra nuk do ta marinojmë mishin me verë të kuqe, sepse ekziston ajo mënyrë, por do të shkojmë me balsamikon, e cila që sa më shumë qëtri, aq më shumë do të jep një shije që as ju nuk do ta besoni. Diçka do të jetë sallata shumë e thjeshtë, nuk kemi perime, është një lloj paragjelle shumë e mirë, e lehtë, për çfarë do lloj kohe që ju dëshironi ta hani, sidomos tani për festat e fund vitit, pse jo të jetë një ide për tryezën tuaj. Kemi salsën më të mirë me ricota, tartuf dhe piper të zi nga Tigulio. Thjesht do ta lyejmë pjatën, me të do të vendosim pak salcë, pasi ta pjekim mishën, ta prejmë në copa të vogla, dhe sipër salcës me tartuf e ricota dhe piper të zi, do ta vendosim mishin. O zot, kur ta prejmë mishin, mani kur ta ngjym të salca, unë tova. Ko marrë sot unë të emision. Atëherë, pa humbur kohë, po i heqim unazat, po i vendosim dorezat dhe po fillojmë marinimin e copës së mishit të lopës, të cilën do ta vendosim te kjo ena këtu. Dhe ju thash, ne 10 minuta në emision do të presim, ndërsa ju minimumi 30 minuta, nëse keni kohë më shumë edhe 1 orë është fantastike, po pa gjysore mos e piqni mishin. Fillimisht do të vendosim pak krip detit, ja kështu. Do të shkoj me piper të zi, ja. Kështu. Tani do të marrim vajin më të mirë italian, vajin Monini, ja, do të vendosim pak vaj, ja kështu. Dhe kemi aceto balsamico nga Pontia. O, sët, vdes. Do me thënë, ja kështu. Do të vendosim aceto balsamico, ja, do ta mbushim mirë. Okej? Dhe ju thash, një paragjell shumë e lehtë. Dhe ja kështu, në këtë formë, ja, pra në këtë formë kështu. Ja, në këtë formë kështu. Do ta marinoj mirë mishin. Dhe besoni ose mos besoni, kur do ta hapni pastaj këtë enë, do të shihni që gjithçka është zhdukur, sepse mishi do ta thith të tërë vajin dhe balsamikon. Ja, pra në këtë formë do ta marinojmë. Ja, pra, kështu. Nuk mujta me i rezistu bukës, ha? Shikoj, s'kemi një bukë artizanale. Fërterja tashmë është nxe, është momenti që ta pjekim copën e mishit, ha? Ja. Po të vendosim pak vaj ulliri, më i mirë, ja? Italian Monini. Dhe pa humbur kohë do ta marrim me njëherë mishin, sepse e dini që vaj ulliri digjet shpejt, kështu që do ta vendosim direkt. Ja. Ja. Ta marrim copën e mishit, ja kështu. O zot, çfarë arome, ai kisha ngjy bukën tani këto. Do ta ngjy tani. Ja. Edhe po. S'kom qare, ha? Wow. Caki, hajde Caki këtu. Caki. Ngjyje mirë të lutëm, ha? Jo, faleminderit, hajde këtu Caki, ngjyje mirë të vaj, ngjyje mirë. Hajde, ngjyje. Hajde edhe unë pak këtu. O zot, hajde tash, provoje. Caki fol? Së më përko që këtë pohan. Shumë mirë. O zot, sa e mirë, ja, pra kur t'ju ngellë kështu vaj me balsamikon, mos e hidhni, po hajeni, o shkriva shikues. Më bëftë e mira.
Tani, sepse mishin jemi duke e pjek në mënyrë mesatare, disa herë do ta rrotullojmë. Marrim një fërtere, kam zgjedhur fërteren për shkar me vija, sepse copat e bukës do të na duken ende më të bukura, do ta bëjmë bukën krokante, Ja, do të vendosim pak vaj ulliri, nga vaj më i mirë, monimi. Do ta kriposim fërteren, ja kështu, pak krip në fërtere. Shkoj me pak piper të zi. Do të marrim dhe rozmarinën, sepse kur ta fiton nxehtësinë vaji i ullirit dhe kur gjitet rozmarini të piqë ato zë çfarë arome, ja. Do të vendosim fërtere, vendosim ja edhe pak rozmarin. Ja pra, presim vetëm pak sa të na nxehet vaji, ndërkohë po e kthej mishin, ja kështu. Wow, hajde kamera. Hajde prej ofër, ja. Wow, ja. Tani do të marrim bukën, që do t'i vendosim ja kështu në fërtere, o zët. Ja pra, kështu mirë, ta ngjyejmë. Dhe do t'a thith krejt rozmarinin e piperin e o zët, ja. Ja, kështu. Ja, ja. Po stërpik shumë vaj, kështu që do ta mbyllim. Dhe me që jemi ka fundi i pjekjes, do ta ngrisim pak temperaturën, ja. Tani, ja kështu, do ta hapim. Ja. Dhe do ta kthejmë. O zot. Po thuaj se mishin e kemi gati, ja edhe bukët për pak do të na skuqen, o sa mirë. Ja, vetëm edhe njerë do ta kthejmë dhe mishin e kemi gati. Ja pra. Okej, po e mbyllim shporetin sepse edhe buka gati na është skuqur, po vjen një super aromë nga rozmarini, mishi na është pjekur. Çka do të bëjmë tani? Shumë e thjeshtë. Mjafton ta bleni salcën tigulia, që është me kartof, djath, ricota dhe piper të zi. Kam zgjedhur këtë pjatë sepse është super fine. Dhe çka do të bëjmë tani? Shumë thjesht, ja. Do të marrim salcë, ja kështu. Ja, pra, do të marrim vetëm edhe një lugë, ja, besoj që mjafton. Dhe ja pra, do ta shtrihem ja, kështu. Besoj që mjafton. Ja. O, zot. Me këtë salcë mund bëni edhe pasta, edhe risotto, edhe çka ta që don zemra. Ja krejt për fund, ja bukët i kemi gati, ja. Hajde kamera nga, ja pra sa mirë na janë skuq. Por tani çka do të bëjmë? Do të marrim mishin, ja kështu, ja. Mishin e pjekur, ta vendosim të drasa, sepse tani do ta prejmë. Tani shikues, copën e mishit e kemi këtu, ja, kamera afro të lutem. Ky është mishi. Ja pra, do ta prejmë kështu, në këtë formë, ja. Ja, tani ta vendosim mishin, ja kështu. Ja. Hajde kamera. Ja kështu. Dhe krejt në fund do të marrim ja bukën, ja kështu. Do të marrim në të dy anët nga 2 copa bukë. Ja. Ja kështu. Mos harroni shikues, kur ta gatuani këtë super pjata. Prit. Wow. Çfarë kam? Kush je ti? Wow!
Një pyetje të lutem se do ta shijoj. Ja. Shitar kam. Oh, Do ta shijojmë. babuna. Ti veç, po, me 3 varietete, me 3 lloje rrushi, jemi me plavec, vranac dhe sira. Do të lutem, do më japësh atë për mua? Po ta jap, pra? Shija e anës? Okej, po, ja kush pjata jote? Jo, kush ta hapi derën? Të lutem. Haj. Të mirë, o zot, o zot. O, ngjyë. Do ta ngjy. O, pasha, zotin. Zdica. O, Anushe, po, duar të arda. Faleminderit. Shiko sa mirë që ka ardhur kjo frymëzim shumë i bukur, ë? Shumë faleminderit.